Kështu që gjithë këtë background që ai kishte e solli edhe në ushtrimin e misionit të tij si i peshkut i Romës, pra si bari i kishës universale. Në këtë pikë ai vjen ndryshe nga paraardhësit e tij, sepse është i ndryshëm nga ata dhe kjo është normale. Edhe ai që do vijë mbas këtij do jetë ndryshe nga ky tjetri, themi kështu. Ajo që unë do thoja që Papa Francesku bëri është e para punës të kujtonte kishës edhe një stil jete esencial, kujdesin ndaj vllazërisë së gjithëmbarshme, ishte ai që nënshkroi dokumentin e Abu Dhabit me myftiun e madh të Egjiptit, por edhe dialogu ndërfetar dhe ai ekumenik. Gjithashtu, Papa ngriti në nivelin e refleksionit teologjik çështjen e ambientit, çështjen e klimës, që orvati ishte vetëm një çështje ekonomike ose një çështje ojeqësh që themi kështu duan të ruajnë ambientin. Shumë mirë, kurse Papa ngriti në një nivel reflektimi teologjik, duke thënë që prishja e ambientit është një mëkat kundër Zotit dhe ne me sjelljet tona të përditshme, qoftë duke hedhur plerat në një kosh të diferencuar, neve ndikojmë që ambienti të jetë më i mirë ose më i keq. Dhe në këtë kuptim e shoh rolin e Papës të një profeti, themi kështu, të kohëve moderne. Dom Gjergji, për të quar përtej dimensionit personal dhe investimit, ndosë në hyrje të komunikimit me ju përmend ato që ishin investimet ose reformat për cilat ai dha më shumë, por në makro, unë përmenda distancimin nga burokracia dhe luksi dhe tratativën e tij të madhe që në krye të erës kur mori përsipër misionin për reformimin e kishës. Po nëse përbëjmë një akumulim dhe në makro e shohim figurën e tij sot pas ikjes, çfarë do të vlerësoni si momentet më kyçe të papatit të tij, të cilat janë investim për kishën katolike, por kësaj radhe unë besoj që kanë shkuar dhe përtej, duke i kaluar kornizat klasike? Po, e para punës mendoj që Papa menjëherë solli në vëmendjen qoftë dhe me gestin e thjesht që të mos banonte në Pallatin Apostolik, por të banonte tek apartamenti në Santa Marta, ku banojnë edhe kardinal të tjerë dhe i peshkvi të tjerë. Solli në vëmendje një lloj stili të thjesht dhe modest jete. E dyta që do të thoja është se ai këmbguli tek një kishë e cila i përfshin të gjithë. Mbaj mend fjalët në ditën botërore të rinisë në Portugali, ku ai përshëndetim të madhe todos, pra të gjithë kisha duhet i përqafoj të gjithë. Pra një emision i tij inkluziv dhe jo ekskluziv, pra përfshirës dhe jo përjashtues. Dhe për kishën ai hapi një sipar të ri që është ecja sinodale e kishës, pra një kishë e cila ecën e gjitha bashkë, merr vendimet e gjitha bashkë, duke filluar nga Papa deri tek më i fundit. Dhe sigurisht të hyn edhe roli grave në jetën e kishës që ky Pap e vlerësoi shumë, duke vendosur edhe gra në poste kyçe të selisë shahit që deri para tij ishte pa menduar që të ndodhnin. Dhe do thoja ngritja e tij e zërit kundër qoftë dhe duke rrezikuar politically correct kundër të fuqishmëve të kësaj bote, të cilët e shohin paqen tek armatimet, e shohin paqen tek multinacionalet e mëdha. Papa ju tha ktheni syt tek më të varfrit dhe tek të përjashtuarit, tek viktimat e dhunës. Ai nuk ka bërë, do thoja, rolin e një lideri politik, por ka sjell ungjillin e interpretuar për kohën tonë në jetën e botës. Dom Gjergji, duke shkuar drejt minutave të fundit të komunikimit tonë, unë po i afrohem edhe gjeografik Shqipërisë